Po se kjo nuk është histori, domethënë e panjohur dhe ne erdhi një vendim sanksionimi kanë argumenta më shumë shtesë për atë vendim. Kjo ka ndodhur dhe me Sali Berisha. Kishte mas më ekstreme, jena arrest shtëpie, por të ndalohet edhe komunikimi me njerëzit e jashtëm, apo komunikimi me takimet e tjera. Pra, që në thelb ishte një vendim politik, po ndiqet e njëjti mekanizëm edhe me zotin Meta, që po gjithashtu ishin lider një partije opozitare, që opozita nuk duhet të komunikojë me publikun. Pra është e qartë vendim politik. Ata nuk janë në burg për çfarë akuzohen, por janë në burg për funksionin që kanë, nuk do të ushtrojnë më politik. Janë tre akte, dje Sali Berisha shkoi në SPAK edhe jep të llogari pse ka bërë një deklaratë e cila në thelb do duhet ishte hetuar për përmbajtjen e saj. Një deklaratë që nuk është akuzë. Jo s'kishte akuzë, po edhe vetë kjo Irena si ka me sa mbiemra. Nuk ishte bërë pa di për shpifje. Jo pra. Për fyrje. Që ishte kultuar 4 muaj pasi është bërë... Të më të në kishte bërë për fyrje. Jam ndjerë fyrje nga Sali Berisha, nuk thoshte ka shpifu ndaj meje. Nga nuk ka përgjenshuar asgjë akoma. Debati aty dje në GKO ishte, se e pyeta Berishën, ishte jam ndjerë ke fyrë zonin, nuk thoshte ke shpifu ndaj zonës. Ke fyrë zonin. Nëse është akuzë, imagjinohet tani një akuzë.